Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se në 12 vitet e fundit bujqësia shqiptare ka pësuar rënje. Në një komunikim në media, Berisha ka renditur edhe masat që do të merren në ndihmë të fermerëve. Sipas Berishës, programi i Partisë Demokratike bazohet në rritjen e madhe të prodhimit dhe mbështetjen e fermerëve. Berisha thotë se qeveria e ardhshme drejtuar nga Partia Demokratike do të parashikojë subvencionim të çdo njësie bujqësore dhe blegtorale, por edhe rritje të buxhetit për bujqësinë. Made in Albania, shtyllë kryesore e Shqipërisë madhështore, kërkon një bujqësi të zhvilluar dhe një fermer shqiptar të suksesshëm. Bujqësia në Shqipëri këto 12 vite ka njohur rënje të madhe. Me firmosin e Ballkanit të hapur, mira, ferma bujqësore dhe blegtorale në Shqipëri kanë falimentuar. Prodhimi bujqësor dhe blegtoral ka një rënje dramatike. Numri i krerëve të bagëtive është ulur me 62% krahasuar me vitin 2013. Sot, 80% e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale në tregun shqiptar vijnë nga importet. Bujqësia e cila punëson rreth gjys milioni shqiptar dhe jep 19% të prodhimit të brendshëm bruto merr si një mbështetje nga buxheti gjithsejt 0,19% të prodhimit të brendshëm bruto. Pra, disa herë më pak se vendet e rajonit dhe ndallim nga këto vende, shumica e fondit të parashikuar në buxhet për bujqësinë nuk shkon tek fermerët, por shpenzohet për administratën. Programi ynë për Shqipërinë madhështore në bujqësi bazohet në Made in Albania, rritjen e madhe të prodhimit bujqësor dhe blegtoral, mbështetjen e fuqishme për fermerët dhe suksesin e tyre. Për arritjen e këtij qëllimi, qeveria e koalicionit të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë madhështore do të 1. Subvencionoj për çdo njësi prodhimi kokë, bagëti dhe fidan të mbjellë fermerët dhe rritje për këtë qëllim e fondit për subvencionimin direkt fermerëve nga 5% e shpenzimeve buxhetore të shtetit në apo 31 milion që është de facto, se është 5,8, po tjera ti merr administrata, totali pra, rritja nga 0,5 në 3,5, saq është niveli mesatar i rajonit. Nëse Partia Demokratike fiton zgjedhjet dhe drejton vendin, Berisha ka paralajmëruar se pas 11 majit vendi ynë do të dalë nga Ballkani i hapur.